shpjegimi për kufizimi, definimi i termeve në këtë rast i fes është tipik për kufizim antifetar, anti-islam. Tani kjo antifetar, fetar është njerëz. Dhe më njëherë pasoj antifetar, thot anti-islam. Ky e percepton islamin. Në realitet, islami si fjalë, si term, kështu në islam, nuk përmendet në Kur'an, është islam. Prej emrit selam dhe emri selam është emër prej esmal husna që është në pronësin e ilahit. Ki ka problem shumë të madh mu të shprogramu, jo vetëm këtë, të gjithë hoxhallar, të gjithë kolegët e mi, është mira të shprogramohen, se këto besojnë në një trashëgimi, në një kulturë që ka qenë dikur dhe sot nuk është aktuale regjimi i asoj kulture, ki ende mendon dhe ende se besimi është i fshehur, s'mund të flas për besimin e tij, po maç ka manifeston, mendon se feja islame ka të bëjë diçka me librin që quhet Kur'an, se islami nuk është si fjalë në Kur'an, është islam, kurse kjo islam, feja islame është prodhim i shkollave të Aziz qendrore i regjimit Abbasit.